Jetojmë në një kohë ku në çdo kompani, në çdo aktivitet, në çdo shkollë, dëgjojmë vetëm AI, ta zgjidhim me AI, të japim një zgjidhje me AI. Dhe këtu lind natyrshëm pyetja thelbësore, pasi kemi arritur që të programojmë inteligjencën artificiale, por a jemi gati dhe a mund të programojmë vetveten? Përshëndetje të gjithëve, unë jam Viktor Elezi, jam administratori i Eagles SHPK. Eagles është një kompani me bazë në Milano dhe me degët e saj në Shqipëri, në Greqi dhe në Cagliari. Eagles operon në fushën e programimit, kryesisht në CRM, por edhe website apo aplikacione sipas kërkesës së klientëve. Eagles që nga viti 2025, sikurse të gjitha kompanitë e tjera, po punon edhe me zhvillimin e projekteve AI. Por sot këtu me ju, nuk jam për t'ju folur as për Eaglesin, as për programimin, dhe nuk jam për t'ju folur për zhvillimet fantastike që po ndodhin në botën e inteligjencës artificiale. Sigurisht për këtë keni material më të mirë se sa ai që mund t'ju thoja unë sot. Unë sot me ju jam për t'ju folur për diçka më të thjeshtë. Për diçka që duket shpesh e vogël dhe e zakonshme, madje edhe e parëndësishme. Dhe pikërisht për këtë e humbet rëndësinë që ka, por që forca e saj është e jashtëzakonshme. Tani më lini t'ju kthej pak mbrapa në kohë. Jam i sigurt që shumë nga ju do ta gjejnë veten në ato që do të them në vazhdim. Kur isha në gjimnaz, rutina ime ishte shumë e thjeshtë. Shkoja në shkollë, dëgjoja me vëmendje mësuesit, pastaj kur kthehesha në shtëpi, pas dite i dedikoja studimit 30-40 minuta dhe gjithë pjesën tjetër e kaloja duke u argëtuar me shokët. Por kjo nuk ishte as pak problem për mua për të qenë i pari i klasës, për të qenë senatori i shkollës dhe pjesëmarrës në çdo olimpiadë. Me pak fjalë, star i momentit. Në atë moment, mendoja që suksesi ishte i lidhur me talentin, ishte i lidhur me inteligjencën, ishte i lidhur me se sa i mirë ishe të bëje diçka. Por shpejt kuptova që nuk ishte talenti ai që e bënte të veçantë, nuk ishte zgjuarësia, por përkushtimi i të bërit mirë gjërave në përditshmëri. Kur erdha në universitet, gjërat ndryshuan. Ajo vëmendja që unë t'i kushtoja mësuesit në shkollë edhe studimi 30-40 minuta nuk mjaftonin më. E sidomos aty ku kisha shkuar unë, në fakultetin e inxhinierisë. Kështu që 30-40 minutat e studimit u bën 3-4 orë studim çdo ditë. Madje shpesh edhe net pa gjumë. A kisha dëshirë që të studoja 3-4 orë? Jo. Por pak nga pak, kjo gjë u kthye në zakon. Studimet tregojnë që rreth 40% e veprimeve tona janë zakone të pavetdijshme, pra vendime që ne i marrim në autopilot. Pothuajse gjysma e jetës tonë bie që kalon në autopilot. E nëse jeta jonë është ndërtuar në zakone, atëherë jeta jonë është e programueshme. Kjo ishte ndoshta një nga kuptimet më të rëndësishme që mësova gjatë rrugës time në universitet. Sepse në fund të fundit, jeta jonë nuk është e bërë nga momente të rralla të mëdha, është e bërë nga qindra e mira vendime të vogla të bëra çdo ditë. E kur këto bëhen mirë, kthehen në zakon. Është e thjeshtë të flasim për zakonet, por duhen 66 ditë për të krijuar një zakon të ri. Po, duhen 66 ditë të bërit çdo ditë me të njëjtin dedikim të një gjëje derisa ajo gjë të kalojë pastaj në autopilot. Të flasët për zakonet, si thash, është e thjeshtë. Të gjithë e dim që duhet të studiojmë më shumë, duhet të lexojmë më shumë, duhet kujdesemi për veten, do të bëjmë pak vrap. Por vështirësia nuk është që ti dim këto gjëra. Vështirësia fillon atëherë kur këto gjëra duhen bërë. Shpeshherë njerëzit mendojnë që
Ato që janë të suksesshëm janë sepse janë të motivuar. Por e vërteta nuk është kështu. Studimet kanë treguar që vetëm 20% e njerëzve i bazojnë sukseset të tyre afatgjata në motivim. Motivimi është i paqëndrueshëm. Sot ngrihesh dhe je plot energji për të bërë çdo gjë, e nesër s'të bëhet asgjë. Nga ana tjetër, disiplina shkret ndryshe. Kur ti krijon disiplinën dhe rutinën tënde, zgjohesh çdo ditë dhe nuk duhet të negociosh, nuk duhet të diskutosh me veten. Thjesht zgjohesh dhe e bën. Dhe kur fillon që këto gjëra ti bësh me rutinë, fillon edhe programimi i vetes tonë. Sepse në momentin që arrim të ndërtojmë zakonet e duhura, atëherë progresi ynë bëhet pothuajse i pashmangshëm. Me kalimin e viteve dhe hyrjen në botën e punës, kuptova që janë 3 element të rëndësishëm, qoftë për punën, por edhe për krijimin e një rutine të mirë dhe të zakoneve të mira. Planifikim, organizim, monitorim. Janë këto 3 hapat kryesore për të zhvilluar një punë të mirë dhe një rutinë të mirë. Hapi i parë është planifikimi. Planifikimi nuk vlen vetëm në punë. Një planifikim i mirë është hapi kryesor dhe për krijimin e zakoneve të reja. Do të thotë që ti po merr kohën tënde për të detajuar një plan, një rrugtim për të zhvilluar një zakon të ri për përmirësimin e vetvetes. Ne shpesh përdorim krahasimin e GPS-it. E keni përdorur gjithë, besoj. GPS-i, kur kalkulon një rrugë, vendos nga pika A në pikën B, të cakton një rutë të caktuar. Por jo gjithmonë rruga që përcaktohet është ajo që ne ndjekim. Ndodh që ka trafik, ndodh që rruga është e bllokuar, ndodh që gabojmë dhe marrim një rrugë, një kthes të gabuar. E në këtë rast, GPS-i as mërzditet, as acarohet, por as nuk ndalon. Ai rikalkulon rrugën për të shkuar në destinacion. E njëjta gjë dhe me një plan të mirë. Ti planin mund ta ndryshosh për shumë arsye. Rrugën mund ta ndryshosh, por qëllimi ngelet i njëjtë. Sepse një plan i mirë nuk është një plan solid i pandryshueshëm. Një plan i mirë është ai që arrin qëllimin. Rruga ndryshon, qëllimi mbetet. Hapi i dytë është organizimi. Organizimi është shtylla e dytë. Edhe në një kompani si e jona, programim ku ka shumë projekte, ka shumë zhvillues, ka shumë klient, është shumë e rëndësishme që të organizohesh në mënyrën më të mirë. Por organizimi ka të bëjë me njerëzit, nuk ka të bëjë vetëm me detyrat. Sepse dikush është më i mirë në të bërë diçka, dikush tjetër në të bërë diçka tjetër. Dikush është i mirë në analizë, dikush është i mirë në marrëdhënien me klientin, kështu që të vendosësh njerëzit e duhur në detyrën që ato dinë të bëjnë më mirë, është organizimi i duhur. E mbi të gjitha, komunikimi midis tyre. Në një kompani ku komunikimi midis ekipit shkon mirë, studimet tregojnë që produktiviteti i asaj kompanie rritet me 25%. Por kjo është dhe në jetën e përditshme, organizimi i mirë. Ju besoj keni shkuar gjithë me pushime, edhe nuk ja lini organizimin e eventit të pushimeve atij harraqit. E njëjta gjë ndodh edhe me organizimin e rutinës tuaj, me organizimin e zakoneve të reja. Është e rëndësishme që ju, kur krijoni një zakon të ri ose një rutinë, duhet të masni ritmet tuaja, ditët, se si i keni, proceset, në mënyrë që një organizim i planit që keni bërë të shkojë mirë, sepse një plan i mirë, pa një organizim, ngelet një ide. E një plan i mirë me një organizim të mirë kthehet në veprim. Hapi i tretë është monitorimi. Nuk e di pse s'më përgjigjet. Monitorimi shpesh herë
Njerëzit monitorimin e keq kuptojnë, sepse e lidhin atë me kontrollin. E lidhin monitorimin me një mendim negativ. Por monitorimi nuk ka të bëjë me kontrollin. Monitorimi ka të bëjë me mbështetjen, ka të bëjë me suportin. Shpesh herë mund të ndodhi që një pjesëtar i grupit të ketë ngecur në një proces pune dhe ka nevojë për ndihmën e pjesës tjetër të ekipit, apo një projekt që nuk po vazhdon me ritmin e duhur, ka nevojë që gjithë ekipi t'i japi një dorë për ta futur në shinat e duhura. E njëjta gjë edhe me monitorimin për sa i përket rutinës dhe zakoneve tuaja. Është shumë e rëndësishme që përgjatë rrugtimit tuaj të merrni një moment reflektimi dhe të shihni plani juaj apo ecën siç duhet, a ka nevojë për modifikime, a ka nevojë për ndërhyrje, sepse edhe plani më i mirë, nëse nuk monitorohet, rrezikon të dështojë. E të gjitha këto që thash tani, planifikim, organizim, monitorim, nuk janë as gjëra të jashtëzakonshme, nuk janë as ide revolucionare, por janë gjëra në thelb të vogla. Por ka një sekret këtu, që gjërat e vogla të bëra mirë çdo ditë sjellin suksese të mëdha. Ne flasim për inteligjencën artificiale, flasim se si po zhvillohen makineritë, se si po automatizohen, se si ato sinkronizohen për të përmirësuar njëra tjetrën. Por ndonjëherë harrojmë që para se të programojmë makinat, duhet të dimë të programojmë vetveten. Sepse në fund të fundit, algoritmi më i rëndësishëm që kemi në dorë është programimi i rutinës tonë. Zakoni për të mësuar, zakoni për të kujdesur për veten, e mbi të gjitha zakoni për të mos u dorëzuar kur gjërat bëhen të vështira. E nëse arrim të ndërtojmë këto zakone, atëherë suksesi nuk do të jetë më një aksident, por është një proces. Prandaj, edhe ndoshta ky është mesazhi më i thjeshtë që do doja ta ndaja sot me ju. Suksesi i madh nuk vjen nga gjëra të mëdha të bëra rrallë. Suksesi i madh vjen nga gjëra të vogla, të bëra mirë çdo ditë. Faleminderit.